vëllezër të nderuar, motra të respektuara, sikur se je në ditën e gjykimit edhe fillon llogaritja. Tash secili prej njerëzve thirret o filani i biri i filanit, o i filani i biri i filanit, edhe dili Allahut përpara. Dhe kështu njerëz dalin një nga një, ti je duke e prit. A thu vallë se çka kishe me mendu. Padyshim se kishe me u kthy krejt jetën tane, me i kujtu ato veprat këqija që i ke bo, dhe tash do donin për Allah. A thu vallë se çka do t'i tham Allah. A do t'ma pranoj faljen, a do t'ma me pranon ato pak vepra të mira që jena mundu me i bo për të. Allahu Azza wa Jall kur e përshkruan këto momente thoi njerëz وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها dhe njerëz tonë në këtë çaste qa është kjo liber që s'pas ka nan kur as të vogël as të madhe edhe se e pas ka cek ashtu siç ka ndodhur pra çdo gjë del para Allahut Azza wa Jall. Sa që kur ndëgjon këtë ajet sahabët tanë o i dërguari i Allahut edhe gjanat më të vogla mëkatet më të vogla dhe shpërblimet ato punët e vogla të mira që kanë bo kanë më dalë në këtë liber. Pastaj Allahu e zbret fjalën e tij duke thënë وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kush për juve e bën sa një grimcë atomi, një të mirë do ta sjellim atë. Dhe kush për juve e bën sa një grimcë atomi, të keqe do ta sjellim atë. Andaj gjithçka do të vjen para Allahut në ditën e gjykimit.